Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt në emisionin e përjavshëm nga Kalaja në televizionin Fox News. Siç e keni ndjekur dhe nëpërmjet rrjeteve sociale, un kam një panel të nderuar natën e sotme, do doja ta prezantoja dhe t'ju njihja edhe me temën që do diskutojmë. Armir Shkurti, mirëmbrëma, faleminderit. Faleminderit Aulo. Gazetar, zoti Altin Goxhaj, avokat, mirëmbrëma Altin. Mirëmbrëma. Faleminderit që me mua sot. Erald Aga, avokat, i cili, me të thënë drejtën, ka qenë dhe kandidat për avokat të popullit, ka bërë disa lëvizje shumë të forta dhe pikërisht për këtë arsye kam ftuar dhe sot, ndërkohë që ka qenë dhe avokati im në të gjithë rrugtimin përsa i përket votës lirë të 11 majit. Falenderoj Erald që je me mua sot. Mirëmbrëma dhe faleminderit. Më fal. Gjetja jote inteligjente sot është që nuk ke vetëm Eraldin, por ke dhe Altinin, dhe kandidat për avokat popullit. Do ta thoja. Jo, ta themi, janë dy kandidat në këtë proces të vështirë, që është Altini i pari, është Eraldi i dyti. Është shumë e vërtet, Altin Goxhaj ka konkurruar tek procedura e para 2 viteve, 2 herë. Veteran. Dhe recidivist. Për këtë arsye është me mua sot në studio, ndërkohë nga momenti në moment ndoshta ne presim edhe Redon Meksin edhe ai avokat, por sigurisht që peshat e rënda i kam studio faktikisht. Armir, do doja ta nisja me ty. Si e ke parë gjithë procesin e avokatit popullit? Kemi disa deputet Partisë Demokratike, të cilët kanë firmosur kandidaturën e një personazhi i cili ishte drejtuesi i partie politike, pasi u konsumua gjithë drama e madhe se kush do e merrte mandatin e deputetit Tezja, Halla apo Xhaja, tani vjen në një moment caktuar dhe kandidon për avokat populli. Ndërkohë nga ana tjetër kemi një tërheqje të firmave, nuk e di se sa qëndron, këtë do ta sqarojnë juristat. Pra, e bëra këtë hyrje jo për ty, se unë e di që ti je ndjekës i vëmendshëm, por për një publik që nuk e ka parë ndoshta atë që ka ndodhur. Dhe kemi disa kandidat tani dhe ajo që po shikoj unë pa dash me parajgjykuar, megjithëse procesi është totalisht i mbaruar, domethënë dhe i parajgjykuar, është që kemi një mazhorancë e cila e ka bërë pazarin e vet. Me sa shikoj unë, nuk e di çfarë mendon ti. Po, si fillim, një gjë që ka dhe s'ka lidhje me avokatën e popullit. Unë do kërkoja simbolikisht 1 minutë heshtje për vdekjen e asaj Shqipërie demokratike, e cila sot me ligj ka hyrë në diktaturë, pas impletorën zyrtare, me heshtjen e presidentit, për cilin mbaj gjithashtu 1 minutë heshtje, ka kaluar ligji për barazinë gjinore, që është përmbysje gjithë doktrinës juridike, pra ti shkon fajtor për të provuar pafajësi, ndërkohë që doktrina juridike, kemi 2 avokatë nderuar thonë që shkon i pandehur, i pafajshëm, dhe momentin që merr vendime forcë fajtor. Kemi diskutuar në këtë studio, prandaj këtë minutën e heshtjes po e mbush me fjalë. Sot jemi në një rend tjetër. Në këtë rend ku jemi, po diskutojmë për një smur terminal, po hundën pse se bën ky. Avokati i popullit nuk është një proces i dështuar. Avokati i popullit është një, që mos e them fjalën që thot populli mullar. Avokati i popullit, pra jo avokati si institucion, por procesi i avokatit të popullit është mënyra se si funksionon shteti fondacioni i Edi Ramës, që ne themi Edi Ramës, por neve bashkë me Altinin kemi vite që i quajmë establishment. Pra jam të gjithë bashkë, është një regjim aktorësh, ku dikush bën rolin e kryeministit, dikush rolin e kryetarit të opozitës, dikush rolin e avokatit të popullit. Por, në kushtet e sotme, kur Shqipëria thot, ku Edi Rama thot, vrap se do fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian, avokati i popullit dhe ja 2-3 institucione tjera kushtetuese, që janë përtej mandatit të tyre, na tregojnë që Shqipëria nuk ka minimumin e seriozitetit të një shteti. Jo shteti Evropian nuk diskutohet, jo shteti demokratik nuk diskutohet. Por për të përmbajt pyetje si më bët ju dhe paktën e ndjeva që ju doni ta diskutoj politikisht çështjen e Endri Shabanit. Për juve patjetër. Nuk është çështja tek Endri Shabani. Jo, për mua se ka një gjë, Aulon, faleminderit që edhe më ke thirrur për këtë çështje, po unë e kam trajtuar disa herë tek emisioni Alarm, tek Gjatat. Në MCN televizion. Sa Alarmi edhe ai ndjes pas. Edhe Alarmi ndjek me profesionalizëm të madh, tani ti jemi realist. Edhe kam qenë bashkëtar me ty. Dhe me Altinin
ne nuk ishim shumë shpresë në fakt kur ka hyrë Altini për shkak pikërisht pazareve. Jo, unë s'kisha shpresë fare. Eksaktësisht. Jo, unë s'kisha shpresë se kemi përgallat me paratin tat. Kam thënë që fillim nuk po vi për fiksuar se nuk në fjalë do binte gjithë teoria ime po të votonte PS-ja. Po. Domethënë, sa është me konsensus. Eksakt. Sido që të jetë. Por për Eraldin ne kemi biseduar se të tre, të katërt në fakt. Për fat jemi shok, po të tre kemi qenë në këtë çështje këtë kaos, por Eraldin unë personalisht kam qenë pro që ai të kandidojë. Se Eraldi na ka pyetur, edhe Altini na ka pyetur, Edhe Aulonin e ka pyetur, edhe jo Altini e ka pyetur, edhe si ortak në biznes, po edhe me gentilesën e një robi që ka qenë avokat kandidat në këtë, Altin ty, më ka pyetur dhe mua, unë kam thënë, jepi. Shumë drejt. Dhe kam ndjekur ndyrësinë e një procesi, tek të cilit përgjegjësinë absolutisht e kanë 100% njësoj të gjitha palët, që do thotë të dyja palët. Procesi i avokatit popullit nuk është një proces që bie nga qiell, por nuk është tërmet dhe duhet të mblidhen palët dhe të zgjidhen një hall. Procesi i avokatit popullit ka data. Mënyra se si është trajtuar dhe duke patur një orë sa në dispozicion, besoj që edhe do ta zbërthejmë, por mënyra se si e çuan drejt dështimit, tërheqja e firmave e Partisë Demokratike, që do të thotë kandidatët e opozitës nuk do të hyjnë proces. Lënia e Endri Shabanit si kandidati vetëm, cilin do ta zgjedhë pushteti, do të flas jo me gjuhën time, cilin e mendojnë 100% kështu si sistem. Do të flas me atë që ka thënë kandidati i Sali Berishës, Besim Drejgjoni, ma ka nisur vet videon tek një media tjetër, ku thotë, në qoftë se opozita të riqet dhe votohet Endri Shabani, këtu ka pazar. E ka thënë kandidati i Sali Berishës. E ka thënë Adriana Kalaja, kandidatja tjetër e Partisë Demokratike. Pra, në qoftë se këta që janë në garë dhe e kanë ndjekur, thonë që ka një pazar, pra duke luetur të fyerin, duke luetur të lënduarin, po jepet mundësia mazhorancës për mos lënë vendin vakant, jo në thonjza, po në shumë thonjza. Dhe të zgjedhë një person i cili Altini mund të flasë roman për Endri Shabanin. Po unë për veten time kam ndaj atij djali kam vetëm sjelljen e fundit në zgjedhje kur ishte në koalicion me një parti tjetër për cilin Altini mund të thojë 2 romane, se ka filluar Altini flet për protestën apo jo Altini? Po. Ashtu. Pra, ky person, Endri Shabani, është një person që prishin një proces dhe një kontrat, pavarësisht se si e se qysh, por nuk i qëndroi një kontratë e thjeshtë, që kishin bërë në koalicion për zgjedhjet, me një ortak. Kishin thënë, ne do të rhiqen këta xhaja halla, që natyrisht çdo procesi nisur mbrapsht nuk ka se si shkon mbar. Qofse do i vësh hallës organe tjera. Ti më ke thënë Armir për në shkurt më ke thënë që çdo lloj loje me lista familjare do të degenerojë në komedinë më të madhe. Ma ke thënë në shkurt 4 muaj para. Atëherë, ajo degeneroi, Endri Shabani u zhduka skena politike dhe tash na vjen si kandidat për avokatin e popullit. Në qoftë se do të zgjidhet, teza e Besim Drejgjonit, pse përsëris Besim Drejgjoni dhe jo imja, se neve vjen puna, kur ne shajmë Edi Ramën, na thonë demokratët, jeni danoqa, ju duhet ta merrni Shqipërinë. Moment që ne kritikojmë Partinë Demokratike, thotë, ju bleu Edi Rama, thotë, vare. Atëherë, ç'është kjo histori? Histori katundarësh. Dhe katundar si institucion, jo si kategori sociale, katundar. Njerëz të cilët, në qoftë se djali i katunarit Armir, i bie me thik djalit katunarit tjetër, ama se fëmijan. Qofse djali katunarit tjetër, e lag, hyn gjak. Ja, kjo është. Dhe në qofse neve themi, Partia Demokratike është në një pazar të ndyrë prej shumë vitesh, dhe jo Partia Demokratike, po kryetarët e tyre, dhe jo kryetarët e tyre, po Sali Berisha që los me kryetarët, është në pazar me Edi Ramën, po pazar gjehet gjallë, që bën mu për çdo person që ka pak integritet dhe e sheh, po themi, shikoni këtë proces, dhe hajde flasim sonte, se si duke u ngatruar në përgjëra,
ashtu siç edhe për këtë ligjin e barazisë gjinore, që hyrin fuqi, Po. dhe që ka emrin e bukur barazisë gjinore nën të është një oqean ndyrësie, ashtu dhe këtu po lëndohet opozita, e cila nuk pati minimumin e seriozitetit. Opozita që para 3 muajsh kishte një kandidat vetëm, Besim Drejgjoni, tash i ka 6 kandidatë vetëm. Të vetëm. Okej. Dhe që të 6 dhe 2 kryesorët, Besim Drejgjoni është i revoltuar me këtë gjë, Adriana Kalaja është e revoltuar se thonë prej në bes. Po ku ka bes kjo punë? Qartë. Okej, Altin, Ku ka bes kjo punë? njëjtën pyetje do doja ta bëja edhe ty Altin. Po. Si e shikon Armiri ty të tregoj gjithë rrugtimin e gjurmëve. Unë do të tash të tregoj ujkun, se si është pazari. Edhe ta lash Kastile ujku. Dhe që unë jam dhe veterani politikit, kam kandiduar 2 herë, 2016-2022, jo me parimi që do fitoj, sepse po të fitoja duhet të kërkoja ndjesë publike për gjithë s'kisha thënë, që Soros i kontrollon dhe nuk lejon asnjë lloj mundësie që të funksionojë Shqipëri një rezistencë reale kundër Soros. Sepse po të kandidoja dhe të fitoja, në çdo lloj formule, në çdo lloj formati, do thotë që Soros është dakord që unë të isha avokat i popullit. Unë kam kandiduar pikërisht për të përcaktuar standardet. Dhe në të dyja rastet që kam kandiduar, shkeljet kushtetuese kanë qenë të tmerrshme, të rënda në bashkëpunim. Një herën e parë me Lulin, herën e dytë prapë me Lulin dhe Berishën, por që ishin në përplasje. Gjithsesi, Berishës nuk mund ta bëj me fajin në 2022-shin për fakt se s'kishte asnjë peshë në lojën e pazarit me komisionet parlamentare, por e bëj fajtor në rastin e Eraldit që është viti 2024-25. Pse e theksoj këtë gjë? Se ka shumë rëndësi t'ia shpjegoj publikut ku fshihet pazari. Pra, ku është ajo që fshihet dhe ti t'ia heqësh atë cipën dhe t'ia diskreditosh publikut, t'ia tregosh, ja, shikojeni pak kush janë këta. Në vitin 2016, PS-ja e zën mat për shkak afatesh, që kandidati isha vetëm unë dhe një tjetër nga opozita. Ai tjetri nuk i merrte dot votat opozitës. Unë isha fitues absolutisht për shkak të mungesës një kandidati, për shkak afatesh. Ishin ndjekur afatet. Unë kisha pa folur, pa burxhur, kisha aplikuar dhe kur ata e morën vesh unë kisha aplikuar, ishte dita e fundit, ora e fundit, minuta e fundit. Ç'e kam unë? Vetëm Radi ka ditë në atë kohë Armiri që unë po kandidoja dhe asnjë se dinë bëra letrat në çeftes, gjitha gati, aplikimi. Pse? Sepse i zura mat, shamat që ata mos kishin ku të luajnë. Pra, unë jam kandidat, apo do votosh unë, di s'votosh. Ata shkelën kushtetutën, shkelën ligjit, disa herë hapën dhjergare me letër të Fondacionit Soros, me dëgjoj me vëmendje. Fondacioni Soros bëri një letër të firmosur nga 18 organizata nga këto të gayve dhe të reformës drejtësisë. Dhe thanë që të kërkojnë përsi të procesi ka kandidu vetëm Altini. Dhe Soros u bë shumë keq me këtë. Unë kam akoma dokumente i gjen në Facebook, kushdo mund t'i gjej, dhe në shkeljet kushtetutës ata hapën dhjergare kur gara kishte marrë. Ne duhet të votoheshim në parlament, të rrëzoheshim, Po, duhet votohesh, gjithsesi. U hap dhe gara dhe vetëm 14 kandidatë. Dhe nuk pati asnjë vlerë, sepse u anullua vazhdimi i procesit. U shkel kushtetuta, pastaj. Po sepse duhet bërë pazar. Dhe unë duhet të tregoj pazarin, se ky është sekreti. Unë sot kam marrë të tregoj pazarin. Kush është pazari? Pra, prit prasë. Që ta kuptosh ti pazarin, do kuptosh historinë e këtij Po pazari. pra fondin e kuptova deri tani. Dhe ta mbyllim emisionin, po e thaj, pritje. Jo, kam pyetje shumë sot. Pra ne ja parë me. Tani në korrik në maj, 17 maj, Lul Basha dhe Edi Rama detën 5 orë gjysmë bashkë, dhe një nga produktet e kësaj martese ishte pjellja e Erinda Ballancës si avokate e popullit, që ishte në fakt avokate e familjes Berisha. Dhe Erinda shkoi ke Berisha dhe sepse Basha i tha merri herë leja atit, ai tha po dakord se ti e familjes, dhe zgjodhi një avokate të komunitetit LGBTQ, që si ajo s'ka pas Shqipëria, e cila e ktheu në tradhtim më të madhe një nga institucionet e vetme që kishte mbetur opozitës me mbrojtje njerëz për burgje, komisariate, nga dhuna policore, nga pushimet në administratën Ky publike. është thelbi. Prit tani këtu fillon çështja. Ju e dini që në 2021-shin Erinda ka humbur procesin e saj. Dhe në 2022-shin ajo duhet të ishte ikur nga pozicioni i avokatës popullit. Se kështu e ka ligji. Ne jemi 2025. Pra i ka mbaruar mandati. Ka mbaruar mandati 3 vjet. Ajo është mbi mandat 3 vjet. Tani ku fshihet pazari, ta kuptoni ju të gjithë. Në vitin 2022 kur unë ndodha firmat, se këtu ka shumë rëndësi ta them që unë kuptova se ishte formula me detaje
dhe më kanë ndihmuar për të bërë firmat, shumë kolegë, ti edhe shumë tjerë, dhe unë më lodha diku e 34 firma, duke 36, se mbaj mend firma, të opozitës. Unë kam pa deputet opozitës që të kanë dhënë me qef jo. Bukur. Dhe disa s'ma kanë dhënë fare, që ja kanë dhënë Shabani të gjitha që s'ma kanë dhënë fare, plus ata që ma kanë dhënë mua. Mbati sa tjerë të tërhoqës u tha Lul Basha në ditën e fundit, më prapë se prapë votova me minus 70 vota nga Partia Socialiste natën e fundit. Aty ne ishim dy kandidatë, isha unë dhe Ledio Brau, ku Ledio Brau dhe gjithë tjerët ishin gjithë kundërshtim me ligjin, sepse duhet ishin kandidat, pasi prapë ata ishin ndjekur afatet dhe këta rihapën dhe hergarën, nga që prapë isha u fitues për shkak të lidhjeve që kisha me deputetët, për shkak të firmave që merrsha. E rihapën dhe hergarën, megjithëse ishte në kundërshtim me kushtetutën dhe me ligjin. Dhe unë si thush kundërshtova, thash, po çfarë do bëjmë tash, këta janë. Tani ku fshihet pazari, është pyetja. Tani pyetja është për ju të tre, që ta kuptojnë gjithë sa e thjeshtë është formula matematike. Në qoftë se ne e dim të faktuar në 10 vjet të fundit, që në qoftë se majoranca ka votat bazë dhe opozita ka votat shtesë, a votohet dikush po si ta dyja paret apo nuk votohet? Apo në rastin konkret në vitin 2025. Pra Altin sa vota duhen për? Jo thuaj 84. 84. Sot kanë 86. Ashtu. Për se është bukur se tu do dalësh. Në momentin që ti e di që numri votave që ka majoranca nuk është më i kushtëzuar nga votat e opozitës. Kur ti ja jep firmën e legitimitetit një kryshit Sorosit, fillojmë tu, një përfaqësuesi real të interesave të Partisë Socialiste në atë listë. Nuk ka më socialista në atë listë. I majtë social-demokrat, thotë ai. Kemi program social-demokrat. Flasim për nisë thuri, apo ja. Kur ky person ka bërë atë që tha Armiri, degeneruar çdo standard që mund të krijosh në Shqipëri ndonjë ide për të ardhmen e Shqipërisë, të brezat e rinj politik, se këta do jenë ndryshe. Kur këta ishin DBK, se këta që ishin. Madje ata që ishin nuk kanë bërë kështu gjërash, kaq të ordinere, kaq të ndonë me hallo me dajo. Më kupton logjikën? Ti kur ja ke dhënë firmën sikur një deputet i PD-s, pse bën si budalla? Sikur nuk e di që firma jote i duhesh për legjitimim, po s'ka nevojë për votën tënde. Sepse ai ka 84 vota të majorancës. Tani këtu do bëjmë numërimin e mrapsht të gjithë historisë që të kuptojnë Sali Berishën, të kuptojnë Erbil Lukbashin, të kuptojnë Yllia Tabakun, të kuptojnë Gazbardin, Flamur Nokën dhe gjithë atjerë shqiptarët. S'po them për këto agrosherë që propozon vetëm kandidat Soros. Po flas për këta që kemi këtu. Tani bëni çik ju si shqiptar llogarin. Unë jam i PD-s së edhe kam dorë firmë. Ky që vjen mua, nuk është vetëm, vjen edhe 5 tjerë. Besim Drejgjoni, Erald Daga ishte para, se do dalë ke Eraldi ke pesa herës kaluar. Megjithëse vetë do ta shpjegoj para Eraldit, se ne që do shpjegojmë atë që ka bërë. Po, prandaj e kam ftu. Po, jo do shpjegoj formulën matematike. Çdo deputet i opozitës në çastin që i ka dhënë një firmë Endri Shabanit, ka thënë vetëm kaq. Tashmë ky u bë avokat i popullit, ta zboj. Pse? Sepse duan votet e majorancës, që janë 84. Tani ta kuptojmë Altin, bëj pyetje drejt për drejt. Do zgjidhet Endri Shabani avokat popullit? Kjo varet nga çfarë kanë tavolinë, ndaj kull të re, ndonjë kompleks ndërtimesh, ndonjë tender, ndonjë pazar për ndonjë ligj, për reformën zgjedhore, nuk e dim çka kanë ndonjë. Ndonjë burg. Se mund të jetë edhe halli i burgut. Përfundoje që t'ja kaloj pak Erald. Jo, tash për pjesën e parë, se jemi tash do mbyll. Koncepti pra. Po do flasim prapë. Çdo shqiptar, jo, tash do mbyll këtë konceptin e ujkut. Çdo shqiptar që ka dyshim që Sali Berisha, gjithë grupi i tij parlamentar dhe Partia Socialiste kanë bërë pazar për zgjedhjen e Shabanit, ka dyshime në fjalë. Mjafton të bëj pyetje vetes. Në qoftë se ne kemi 6 kandidatë dhe ti firmos 6 kandidatë. Dhe vetëm njëri nga këta 6 dihet që ka mbështetjen e PS-s, se është i Sorosit. Zyrtar i drejtësisë i Fondacionit Soros, i reformës Soros drejtësie, keni me video dhe qarkullon video gjithandaj që kam nxjerrur. Që ky duke folur emër Sorosit për reformën drejtësie. Tash në qoftë se ti si partia ke dhënë firmën ti të Sorosit, ti pse bën budallaj, sigurisht ka dhënë Besim Drejgjoni, me këtë tallësh. Se ka dhënë Adriana Kalas, me këtë tallësh, Aladita Braj, pse tallësh? Të gjithë njerëzit duhet ta kuptojnë që këta po tallen, sepse në çastin që këta i kanë dhënë firmën Endri Shabanit, është marrë votimi. Dhe vetëm ajo që mund të argëzojë Endri Shabanit është në një pazar për reformën në drejtësi, se mos harroni rolin e avokatit popullit për reformën në drejtësi. Pra këta kanë pazar, dhe ky pazar është me Sorosin direkt. Endri Shabani profesion zyrtarisht partinë e Sorosit në Shqipëri dhe Sali Berisha
me Alfred Leno që e bëri drejtor të marrëdhënieve publike ditën që na gënjeu ne që do merresh me frontin e shpëtimit kombëtar, do ta kuptojnë gjithë ta në pazar. Ku shef Gazbardi, Oret Bulibash, Joridin që ka firmuar se Shabani është votë biologjike natyrshme, Sorosi për Sorosi. Po ku shef Sali Berishën, ti e kupton që këtu Sorosi është thjesht një monedhë pazar, që këta e luajnë anti-Sorosi, faqe e luajnë, sa duhet sepse në fund fare janë të gjithë të lidhur në një pazar të vetëm. Të bëjnë avokat popullit, njeriun e Sorosit që mbron LGBT-q kundër familjes. Vetëm një minutë dua. Do ta bëj si ato lodrat e fëmijëve me Kuba, nuk ka nevojë për shumë deduksion. Thjesht do rendis disa fakte. Ky Endri Shabani vjen dhe hyn në koalicion me Adriatik Lapajn, me nismën thurje. Dhe bën nisma, Shqipëria bëhet. Këta hyn në zgjedhje, në një kolon si parti opozitare. Është kështu? Pra, Endri Shabani teknikisht vjen nga opozita. Dhe sot, formalisht, po, avokati popullit vjen nga opozita. S'kemi që i bëjmë, do t'a votojmë. Çfarë do të thojnë këta? Pra, bravo, formalisht është një histori e qepur. Po kolona 5? Ku ka Shifirma, që ku ka firmuar? shifra dhe? Rajt, është fjala për ty tani. Na ndriço ti. Si e shikon këtë proces? Pastaj do dalte përpjekjet që ke bërë ti. Procesi Pra, mjep një sentencë për procesin, pastaj më thuj çka ke bërë. procesi, po marr procesin më të fundit, për ky Po. procesi i tretë, po flas as Po. procesin e Altinit, as procesin që isha unë, Po, po ky jo, për procesi. këtë po të pyes. Po, ky proces ka momenti i parë herë është pjesa e marrjes së firmave. Po të shikosh paktën letra e firmës që kalon për Endri Shabani nuk ka datë. Pra një firmë pa datë Nuk është e vlefshme. nuk është e vlefshme. Sipas Gjithsesi, po e qym që është e vlefshme. Por nuk mundet, pra çdo deputet tjetër ka të drejtë të japi firmën nga një ose shumë kandidatëve. Për sa kohë deputetët e Partisë Demokratike apo opozitës ja kanë dhënë një kandidati, kanë qenë të mirë informuar se kur është kandidati dhe dëshira për ta çuar më përpara në garë. Ka dhe një moment tjetër ky proces. Kjo pjesa e tërheqjes firmave ka ndodhur në procesin që ka qenë Altini diku nga tetori, nëntori, tërheqja e firmave derisa kalojnë seancë plenare. Ka dy momente. Mund të tërhiqet, pra, siç e shpjegojnë këta që vetë Partia Socialiste e ka pranuar tërheqjen e firmës kur i kanë tërhequr në grup disa deputet të Partisë Demokratike në kohën që ka kandiduar avokat Altin Goxhaj me Ledio Brahon. E ka pranuar në atë kohë. Sot nuk e pranon. Por edhe kjo tërheqja që bën Partia Demokratike që tërhiqemi në grup, edhe kjo nuk ka ndonjë vlerë ligjore, sepse si thosh e kanë hedh firmën, kanë ditë çka kanë hedh, nuk janë budallëj. Me vërtet deputeti në atë nenin 73 kushtetues thuhet që nuk mban përgjegjësi për atë që thot dhe për votën, por është firma. Pra, ta deputetët e Partisë Demokratike ose janë budallëj të gjithë dhe ta pranojnë që jemi budallëj dhe ta çojnë procesin në gjykat kushtetuese ose që të provojnë që kanë qenë budallëj në atë moment, kanë qenë me vesta i thitur, ose kanë bërë me dashje. Do të them është me dashje, siç e tha dhe avokat Altini, siç e tha dhe Armiri. Pra ka një dashje për këtë kandidat. Dhe nuk janë as 28, po janë 35 firma që ka marrë dhe janë të gjithë firmat, po të shikosh, nga kupola drejtuese e Partisë Demokratike. Dhe në atë parti, paktën tek procesi që unë pata që për të mbledh firma që kam takuar mbi 50 por 45 firma arrita të marrë deputetësh, të gjithë janë të mirë informuar dhe kalojnë në bisedë paraprake për të njohur kush je. Dhe të gjithë ata 35 veta e din kush është Endri Shabani. Pra, procesi Kur ata që e din se kush është, pra ne e kanë dhënë firmë. Kur ata dinin kush është ti, mendoj se shumë e din kush është Endri Shabani. Po. Dhe mendoj që procesi mundet, nëse me vërtet Partia Demokratike do të tregohet, pra e marrim që është e sinqert në lajthitjen që ka bë, ka një rrugë të kallëzoj penalisht Endri Shabanin, ta çojë në SPAK se i ka mashtruar ata për firmat, të çojë Komisionin e Ligjeve kryetarin Ulci Manjën dhe anëtarët e tjerë që morën një vendim kundra vullnetit të tyre, nëse me vërtet këta besojnë që është kjo, por jo të rriqin nga procesi. Procesi do ta çojnë deri në fund këta.
Dhe për sa kohë nuk bën këto veprime, qoftë edhe nëse Partia Socialiste e kalon, supozojmë, kundër vullnetit Partisë Demokratike të rreqjes firmave etj që këto hapësirat ligjore, mund ta çojë gjykatë kushtetuese, a do ta çojë? Mund ta çojë në SPAK, sërish prap kryetarin Ulcimania që bëri këtë veprim. Nëse nuk i bë këto veprime, atëherë nuk ka më që të justifikohet alibi, pra apo e bën pa dashje që nuk e dinin. Pra ka një dashje. Çka ke bërë ti tani konkretisht? Që ta njohim. Atëherë, fillimisht, momentin e parë që u rihap gara në tetor, në 13 tetor të 2025 të viti nga Ulcimania me idenë që këta janë deputetë të ri, është një legjislaturë e re dhe me që janë deputetë të ri, duhet njihen me kandidatët. Ne rihapim garën, pavarësisht sepse unë isha në fazë votimi në seancë plenare, pra që të mbyllte një proces sipas në 100. Duhet votohet. Duhet të votosha patjetër unë dhe kandidatët e tjerë. Po flas personal. Aulon, ka një procedurë, mbaron një punë. Po pra, dështove, shkoj tjetër. E kuptoj. Tani ti e ke çuar në gjykatë kushtetuese. Unë e kam çuar në gjykatë kushtetuese, po do të them pak përpara se të çoja, disa ditë para se të çoja në gjykatë kushtetuese, kam paralajmëruar, pra i kam bërë një kërkesë dhe një ankesë si kryetarit Komisionit Ligjeve Ulcimania dhe antarëve që e votuan morën këtë vendim për të japë çështjen, por edhe kuvendit që pezulloni procedurën se janë këto fakte, këto rrethana që nuk e bën ta çojnë. Pra duhet votohet në parlament? Duhet votohet. Nuk keni as kosto politike, as kosto financiare, sepse thjesht do votoni më kundër, do ta mbyllni procesin dhe rihapeni. Më fal, ja të bëj një sqarim për si thosh për neve nga qefi brenda na duket sikur i dim të tjerët. E kapi Altini, historia e Eraldit është, Eraldi nuk ankohet pse nuk u zgjodh avokati i popullit. Votohen. Eraldi është duke i shërbyer edhe vendit, edhe ligjit, edhe parlamentit, duke thënë është shkelje ligjore që ka nisur një proces i cili gjysmë proces do ja ikni ose do vinë tjerë. Duhet votoheshit, Altini votua, mirë keq, te këta u mbyll procesi. Donin ata vot kundër e skualifikuan. Te këta janë shkelje të ligjit. Prandaj Eraldi është duke çuar në gjykatë kushtetuese, pastaj kam pasi vura ndjeni siç tash kryetarin e Komisionit të Kuvendit, duhet reagoni se do marr masat ligjore, ligjërisht. Zero. Okej, shkove në gjykatë kushtetuese, i kanë bërë një kërkesë për shpejtim gjykatës kushtetuese, duke thënë që ke marr 1, 2, 3 çështje për interes publik dhe a ka më interes publik se sa avokati i popullit dhe duhet ta shpejtoni sepse dhe ditën e njëjtë merret vendimi për avokatin e popullit për të zgjedhur dhe nuk ka përgjigje nga gjykata kushtetuese dhe po mendoj sapo të bëhet veprimi që të votohet avokati i ri, popullit do të çojë në kallëzim penal Ulcimania dhe antarët e komisionit në SPAK, se ata janë subjektet ligjit. Sot që jemi në minutat e fundit pjesës parë, do shkojmë publicitet. Sot çfarë përgjigje ke marrë nga komisioni? Sot kam marrë një përgjigje nga Komisioni i Venecias që kanë marrë në trajtim kërkesën që i kam dërguar Komisionit Venecias për mënyrën se si po votohet avokati i popullit në Shqipëri në kundërshtim me kushtetutën. Të falenderoj për gjithçka që ke bërë në respekt ligjit, duke qenë dhe avokata njeh mirë, po edhe në respekt institucionit, qoftë avokatit popullit, qoftë gjykatës kushtetuese në këtë rast që ata duhet të reagojnë për këtë çështje. Edhe shumë gjërave të tjera. Jo, para se një gjë, në respekt, në radh parë të dinjitetit të njeriu. Dinjiteti njerëzor. Unë në gjithë të proces nuk se ne e dim që janë të shitur. Ne e dim që ky vend është bërë një moçal i madh. Por një person ka nisur një rrugtim i vetëm. Absolutisht. Për hir të dinjitetit të njerëzor. Avokati Eraldi, ne që kur kemi biseduar, nuk është se kishte ndonjë iluzion këtë proces. Ka hyrë për t'i dhënë procesit dignitet. Dhe seriozitet avokatit popullit. Dhe çdo ecje e avokatit Erald Daga, çdo veprim që është duke bërë është në ngritje të figurës të dignitetit njerëzor të atyre pak shqiptarëve që e duk këtë gjë dhe në denoncim të kësaj klase politike që ka vdekur dhe po kundërbon kalbja e saj. Okej, unë të kuptoj shumë mirë se besoj se kemi të njëjtin rrugtim me çështje të tilla. Shkojmë në hapësirë publicitare dhe rikthehemi për pjesën e dytë. Jemi rikthyer për pjesën e dytë të emisionit, një emision fokusuar totalisht te avokati i popullit. Jo se ka bënë ai çudi avokati i popullit, po të paktën me planet që më ka folë Altin Goxhaj përpara, domethënë se si mund të kthej avokati i popullit në një zë që mbron realisht pa mbrojturit, që është një njeri shumë i rëndësishëm, paktën unë një avokatin e popullit në Greqi, jo personalisht, po punën që ka bërë,
është totalisht nivele tjera mirë, me të thonë vërtet. Po pse Greqimo, ke pas këtu Ermir Dobjani për shembull, që duhet ta përshëndesim që me aq mundësi sa pati bëri. Igli Totozanin, cili për mua ka qenë më i miri ndër avokatët e popullit. Themi plot meriton emrin avokati më i mirë popullit që ka pasur. Por e ka qenë prezent në çdo situatë. Ja, shiko, ti the po merri me avokatën e popullit. Ne po i themi popullit sot. Bravo, se është dhe popullin mesë. Po pra, se Kjo është. po i themi popullit. Nuk po merrem me avokatën e popullit se na plas shumë për avokatën e popullit. Dhe nuk ka rëndësi fare se kush do të jetë ose kush ka qenë, se ke 8 vjet pa avokat populli. Ne po merrem me avokatën e popullit si puna e atij arkeologut, i cili hap një varr, gjen një kockë dhe përcakton nga ajo kockë se çfarë skeleti ka qenë, nga se ka vuajtur, çfarë moshe ka vdekur e kështu me radhë. Ne kemi një demokraci të vdekur, e cila po kalbet, po tretet. Dhe neve çfarë bëjmë? Kemi marrë këtë fragment dhe po i bëjmë analizën avokatit popullit në Shqipëri. Pra, procedurës që avokatit popullit nuk po merrim me të. Patjetër. Dhe po themi këtu sonde, avokati popullit, procedura, për zgjedhjen e avokatit popullit, është një teatr absurd, sui generis, i cili ka kaluar neverinë e komedis, edhe është një fars, është një talje publike. Do më thënë, imagjinoni në ato tragjedit greke, në ato amfiteatrat greke, që kishe goxha seriozitet dhe komedia dhe tragjedia, të dini dhe të talleshin me njerëzit, të dëgjonin këta, nga skena dëgjonin me domate publikut. Ne po na dëgjojnë me domate. Procesi i avokatit Erald Dagës është një proces i cili është një tallje totale. U hap, pse është tallje? Shiko, të marr një nga këto fragmentet e talljes. Thuhet që avokati i popullit i është lënë opozitës. Kjo nuk është një gjë zyrtare, kupton? Është një, po themi, marrëveshje. Atëherë, nëse është lënë opozitës, Si tradit. si tradit. Nuk është gjë ligjore pra çështja e traditës. Dakor. Dhe këtu kemi ardhur sot. U shpik traditës se s'kishin voto. Këtë ja kanë dhënë. Sot arë në dorë pushtetit. Pra, ora, si traditë, se nuk është ligjore kjo gjë. Absolutisht. Dhe avokati i popullit hapi një procedurë neutrale, ligjore. Kandidoj kush të doj. Atëherë në këtë proces hyn Erald Daga, një person i cili nuk vinte nga partitë politike, po vinte nga një fushë nivelit të lartë dhe rezultate të larta profesionale si avokat. Më fal dal këtu, se është një element më i rëndësishëm se kaq, pse kandidoi Eraldi. Sa protestues, sa demokrat nga ana tjetër, kanë përfituar falas nga Erald Daga nëpërmjet të procedurave juridike në burgje, në stacione policie, në gjykata, në prokurori, në 12 vjet e fundit bashkë me mua për ta bërë këtë punë. Qartë, më fal. Do thotë, për të, më fal se jo, është shumë e rëndësishme. E avokati Erald Daga ka qenë i vetmi kandidat në gjithë kandidatët ku ka kandiduar, që vinte si avokati i popullit de facto. Eksakt. Shkonte mbrëmte popullin në Avokat stacionin e Erald Daga dhe ti. Sepse ti ke mbrojt falas. Edhe Eraldi falas në vim të së. Sepse aty ne kemi nxjerrë edhe bashkë. Eraldi bënte, ishim dy duar, bënte njërin dorë. Pyetje këtu. Armiro, do ta jap fjalën direkt, vetëm një pyetje. Jo, prit, një sekond. Altino, të lutem Aulon, dua thjesht mos devijoj linjën logjike, është 100% e saktë kjo që është duke thënë Altini, por nuk dua t'i referojmë figurës të asnjërit prej të dyve. I zëm se këta dy njerëz këtu janë anonim, edhe Altini edhe Eraldi. Janë dy anonim. Dëgjojnë që shteti tyre ka nevojë për një vend vakant. E ndjejnë që mund të kontribuojnë. S'është meritokracia. Dhe aplikojnë si njëri si tjetri. Aplikojnë në bazë të ligjeve të shtetit shqiptar. Bëhet dëgjesa, merren firmat, bëhet platforma, s'ka për platformë këtare. Patjetër. Nuk ka shku me dur në xhepa. Shkohet për votim në parlament dhe thuhet ne kemi një burr tjetër. Është Besim Drejgjoni. Më kush je ti që tallesh me këta? Kush je ti që tallesh me veten? Se mirë, dakord, u talle me këta dhe ky zotria bën shumë mirë që i çon gjyq. Se ata janë tallur me shtetin, ata janë tallur me sistemin, jo me individin. Po dhe individi do të bëj shumë mirë ta çojë deri në Strasburg talljen që i bën një individi sovrani, se ka titullin sovran. Pra ti e çove
këtë proces ligjor dhe pastaj kthehen politik në moment fundit. Jo, ne kemi vetëm Besim Drejgjonin. Kush je ti? Tani dalim në qoftë se është tradita. Në qoftë se është tradita, atëherë çfarë ndodh me traditën? Në bazë ligjit, me sa di unë, 10 ditë para se të mbarojë mandati, avokati i popullit hapet procedura. Megjithë tradita është që ta paraqes opozita, atëherë opozitës i kërkohet dhe opozita duhet të nxjerrë një, makar 2 kandidatura. Pse 2? Sepse njëri mund të ketë një problem që mund të jetë në konflikt me palën tjetër. Për shembull, kam njohur siç kam me Altinin dhe me Eradin, me Besim Drejgjonin, dhe kam nderin të veçantë për luftën që ai ka bërë. Por unë po të isha në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, do të refuzoja në mënyrë kategorike. Pse? Se Besim Drejgjoni gjatë procesit ka dalë dhe ka thënë, ne me Partinë Socialiste na ndan gjaku. Dhe ajo është parti terroriste. Atëherë si do të jep ja votën Besim Drejgjonit? Këtu ishte lojë mbyllur. Do të kisha nxjerrë një person tjetër. 1, 2. Me këtë person të kisha shkuar në negociat me partinë tjetër, dhe do i thonë, ne kemi Filanin dhe Fistekun. Ata do thonin, neve preferojmë Fistekun, dhe këti japin votat, kishe shkuar në seancë dhe ishte mbyllur natën e mirë pa diskutuar. Shkoi u zgjat dhe u hap procesi, të mos harrojmë gjë tjetër. Nuk u hap vetë procesi. Procesi u hap sepse kërkoi ambasadori i Bashkimit Evropian. Prag fushatës. U hap, u tollovit, u mbyll. Pastaj erdhi parlamenti i ri, dhe parlamenti i ri thu se vinte nga mbas lufte. Parlamentin e parë kishin gjermanët dhe këtë të dytën partizanët. Tha po jo, tha ne jemi tjerë tha. Dhe të tjerët i morën firma. Dhe çfarë morën firma? Shteti si parti. Morën firma, fondacion më çfarë partie. Morën firma, po për të Besim Drejgjonin. Dhe tani kemi Besimin shumë i mirë, po kemi edhe Adrian Kalan shumë i mirë, po është edhe Rita Bravo që bëjë shumë e mirë, edhe që është shumë e mirë vërtet sepse dhe vërtet janë shumë të mirë, kam respekt për gjithë. Po ti ke futur këta në konflikt, ti ke futur në konflikt të gjithë. Këtu do të. Dhe çështja është që ky proces jo vetëm është prishur, po është degeneruar. Dhe tani për të lënë mundësinë mazhorancës që ta zgjedhë për të larë duart si Pilati në këtë histori, por jo se Pilati faktikisht nuk ishte dha aq faj, po kujt dinte Pilati kush ishte Jezu Krishti. Ju po e dënoni ta po lajduar. Po këtu e di mor, ky Pilat e di këtë muhabet dhe Pilati ka stile del të thot. Thot, këta prishën procesin thot. Ne po tërhiqemi nga procesi, ai do ta zgjidhë vetë Endri Shabanin, edhe lam të mirë. Shu i bie me pak fjalë. Altin, të ta kujtoja unë. Përpara, jo, do doja të bëja një pyetje, se s'doja me ndërprer dhe Ermirin. Ti the, edhe ti de facto ke qenë avokat popullit, ti jemi reagist. Edhe the që i ke shërby shumë demokratëve, cilët edhe qytetarëve, jo, demokratëve, madje edhe militantëve të Arliqenit, në komisariat. Ka qytetarë, demokratëve, cilët kanë qenë më shumë në protesta 13 vjet, dhe nuk ju ke marrë kokër leku, por këtë jam unë dëshmitar dhe dalun kudo. Tani ekziston një ide që këtyre qytetarëve janë marrë ca lekë, jo nga ju, nga avokat tjerë. Absolutisht, i kemi PD. Ka njerëz që i kanë marrë lekë protestuesve për mi nxjerr nga burgu. Po, por i kem PD zyrtar të lartë. Okej, vazhdojmë me çështjen tjetër. Jo, thjesht doja me sqaru me marrë konfirmim nga Nota, sepse e kisha dëgjuar. Jo, ja kam thënë sy avokatit të PD-s në televizor live. Ti ai që i ke marrë lek, kam thënë protestuesve, që i kishte detyrë partitë ja u bëje falës dhe në fund fare u ke marrë lek. Okej. Koncepti është që kjo parti bën një, si thosh, vetë diskretim në rastin e Shabanit, që kishte nevojë ta bënte, duhet ta bënte. Se boca u lodh me këtë teatr. Më mirë ta merrshin vesh një herë mirë. Dhe unë po ju them që PD-ja në rast e Shabanit do të heqi edhe brekët. Deri dje ka heq një gjë, tash është lakuriq para shqiptarëve. Pse është lakuriq? Jo vetëm i ka hequr, më vën kokë. I ka hequr, i ka vënë kokë. Më bukur. Pse? Unë do ja vën kokë nesër. Mi ka vënë vetë, më kokë lodhesh. Mbaroj punën e Shabanit. Kokë po lodhen, më kokë po lodhen, i ka vënë vetë. Jo, këtë herë i ka hequr, unë do ja vën kokë. Pse do ja vën kokë? Se do i kujtoj gjithë shqiptarëve një histori që është avokati i popullit dhe pse u bëki pazar. Avokati i popullit, po të isha unë, nëse do isha unë, po të ishte Eradi, nëse do ishte Eradi, do habiste shqiptarë për fuqinë që ka të fshehur, që se kanë treguar kurrë. Askush nuk e di në Shqipëri që avokati i popullit ka fuqi të bëjë raporte ndërkombëtare që janë të parat në çdo tavolinë institucionale për shkak se sipas ligjeve ndërkombëtare, jo shqiptare, ombudsmanët, pra avokatët e popullit, janë autoriteti vetëm unik që konsiderohen i besueshëm në çdo vend të Europës,
si raportues i gjendjes së të drejtave të njerëzit. Stop, vetëm i klap. Dhe prandaj, me marrëveshje është lënë opozitës. Pra që t'ishte pushteti opozitës si institucion kushtetues. Prit se këtu është më e rënda tash. Avokati i popullit ka fuqi që të ndërrojë gjendjen e të drejtave të njerëzit nëpërmjet asaj që quhet presion ndërkombëtar. Në Parlamentin Evropian, Këshillin e Evropës, ke organizat e ombudsmanit dhe të gjitha institucionet që janë të drejtësisë, rrim tash, se shqiptarët nuk e dinë këtë. Nuk mund të kërkojë këtë Iglesias Tozani, sepse ishte socialist. Ishte i PS-s dhe duhet i themi faleminderit se ti si socialist nuk le komisariat pa na ardhur sertlistin për çdo rast. Ndryshe nga avokatja e familjes Berisha dhe avokatja e pallatit Lulit, që Sali Berisha dhe Lul Basha i dhanë Edi Ramës në 2017, nuk e shkelur çdo ligj, çdo procedurë, se s'kishte atje as afata, aty s'kishte kështu muhabete që thotë radiore. Ishte më keq atëre. Po ka qenë bashkë, kaq po bëjnë fest, se janë bashkuar palët, kuptoni çikën. Ajo ka bërë raporte sikur Shqipëri punët ishin vaj. Ajo ankoheshe që në njërin qeli kishte rrjedhje ujë diku anësh. Ndërkohë vite në gjykatë. Pra ka fol për gjendjen e qelisë, si qytetarit. Jo, është më keq. Ka folë që qelit janë mirë, po ka një problem. Po pra këtë po them. Ndërkohë që nuk bëhet për fjalë njerëzit. të shpjegonte ajo se si këtu në Shqipëri ka 12 vjet që përsekutohet çdo kush që guxon të thotë diçka. Ti e di çdo biznes, prandaj kanë frikë njerëzit. Avokatja e popullit, avokatja e pushtetit. Dhe duke qenë avokate LGBTQ-ve e Sorosit, ne do të kujtojmë detaj. Edhe familjes. Këtu do dalësh. Pse u zgjodh ajo? Pse s'kishin 100 avokat, pse zgjodhën pikërisht atë? Unë isha kandidati vetëm me sipas ligjit, që duhet sepse kisha ngel vetëm. Ishin vetëm 2 vet me procedurë të rregullt, ku ai tjetër nuk i merrte votat PD-s, as e njifte PD-a kush. Kurse unë kisha rol dhe mund, më thënë, automatikisht de jure duhet isha unë i vetmi kandidati i Lul Bashës me Edi Ramën në atë natën që netën 5 orë bashkë në 17 maj, ditën e tyre. Domethënë, në këtë logjikë duhet të shpjegoj shqiptarëve si Sali Berisha, si Lul Basha, si Ilir Meta, si Edi Rama, si gjithë kjo klasë politike bën një teatr të vazhdueshëm me jetën e tyre. Pse do ta them këtë gjë? Do ta them duke u kujtuar atyre se si zgjidhet një avokat i popullit nga këta. Si çdo funksionar, çdo zyrtar, si do ishte qeveria këtyre nesër, po të kishte marrë në erë qeveri. Kjo mbron avokat si avokat e pallatit e Lul Bashës. 11 milionë, 12 milionë, e ke presush. Atë që u shemb nga Rama. Se kjo është teatr, unë ta shemb dhe të jap 12 milionë. Ti ta shesësh, 7-8 mund ta shisje, po 12 nuk e shisje dot, apo. Ky është teatri. Nga ana tjetër Sali Berisha. Uf, po, Strasburg. Dhe për procesi ka zgjatur 4 vite deri në Strasburg. Po pra, që s'do dhe herë, dhe s'më ka dalë. 2 vite e gjysmë deri në gjykatë lart. Tani, kjo avokatja çfarë bënte tash? Këtu është sekreti. Kjo ndërhynte në sistem se kishte rolin e kandidaturave të reformës drejtësi, të institucioneve, të aplikimeve. Dhe kjo realisht bënte çfarë hallesh kishte familja Basha dhe Berisha dhe familja e PD-s. Si? Shikë kë ka punësuar. I ka marrë nga këta. Edhe aty që ka rrozu vetingu. I ka marrë nga këta dhe godet këdo që se kanë këta. Më fal. Kjo që thotë Eraldi është shumë e rëndësishme. Ka mbush avokatin e popullit, institucioni avokatit të popullit, me gjyqtar dhe prokuror, të cilët i ka përzën vetingu, që përzën vetingu do thotë që vetë sistemi ka quajtur të korruptuar, ka mbledhur avokatin, pra i ka shërbyer asaj që thua ti, edhe kësaj tjetër. Dhe këta njerëz vinin në gjykata, dhe dilin si dëshmitar kundër popullit në emër të policisë, që s'ndodh kurrë më, vetëm Shqipëri ka ndodhur kjo gjë. Kemi rastin e Derim Kurtit, një aktivisti që ishte konstatuar nga përfaqësuesi avokat popullit që ne bëmë xhumën e madhe në kohën e pandemisë, që ishte gjakosur, bërë copa shëftyrë nga policia dhe thatë kundër të në gjykatë, jo ishte rregull. Dhe u pengua kureci nga se ne bëmë atë teatrin tonë që shikohet, kjo është përfaqësuesi avokatit popullit. Ne kemi edhe mall për të regjistruar. Tani, si funksionon sot, se këtu është sekreti, pse ishte ajo që ne jeti 8 vjet bashkë? Gjon, ajo nuk mund të rritë një ditë më shumë se e kishte ndorë PD PS-ja për çu kandidaturat. Afatet ishin, zbatoheshin. Nuk donin ti zbatonin. Nuk donin ti bënin. Ti mban më të historinë me kandidaturat e opozitës që u zi Rama me Gazbardin dhe me atë Ali Bejan, ato historitë e shëmtuara atëherë që bën. Dua të kujtoj shqiptarëve një detaj që ta mbyllin historinë me Partinë Demokratike për pasur në shpresë në jetë. Kjo parti nuk e do një person që bën punën. Nuk e do një person që do popullin. Nuk e do një person që mbron interesin publik, sepse një person i tillë nuk të bën qoka, hallesh personale dhe nuk është mash e pazareve të ndyra PSD. Ata duan njerëz
që të jenë në rregull në pazaret e mëdha. Ende Shabani nuk është kandidaturë e Lulbashës, as e Sali Berisha, as e Edi Ramës. T'ja u them këtë gjë, t'ja u bëj qartë. Është kandidatura e Andi Dobrushit, drejtorit Fondacionit Soros Tiranë. Është kandidatura e ambasadorit BE-s në Tiranë. Është kandidatura e Jurikimit, po je kësaj që ka ardhur tani. Është kandidatura e gjithë establishmentit liberal Sorosit që sundon në Shqipëri. Dhe Sali Berisha nisë siç e bëri në qershor të 2022, kur sapo mbaruam në bisedë për të themeluar në Shqipëri frontin e shpëtimit kombëtar, si një front qytetar që bësh bashkë me opozitën dhe rrezonte Erion Velin në Bashkimin Tiranë 2022 për 2023. Ishin të gjithë, siç jemi këtu, kemi qenë atje në atë histori. Ai po atë ditë emëroi përfaqësues Andi Dobrushit, Alfred Lelan, që sot e kësaj ditësh në krye të PD-s, në gjithë PR-in e marrëdhënieve dhe ky mundot edhe Lacivitas Antisoros në atë kohë, sepse Berisha kështu funksionon, Basha kështu funksionon, Rama kështu funksionojnë. Këta në atje lart dhe kanë ndërtuar një rrjet merimange që ditën, po ja u them edhe një herë shqiptarëve ta kuptojnë, që ditën që i kanë dhënë firmën. Sikur një deputet i vetëm i PD-s, Edi Shabani nuk e ka dhënë me dëshirë thjesht. Ka qenë vendim partie dhe kanë diskutuar vetë deputetët, e kanë firmosur për të bërë avokat i popullit, jo për të qenë kandidat. Sepse ja u thash dhe një herë që ta fiksojnë mirë shqiptarët. Në qoftë se Rama ka 84 vota, Sali Berisha është baba i Ramës kur vjen puna ke numrat. Nuk është Lulbasha 77. Më kupton logjikën bën 42. Sali Berisha ka luajtur një jetë me numra votash, sikur kush tjetër. Që thotë Sali Berisha nuk është nga ata që i kalon në shalë. E dyta, Oher Bashi që ka qenë një nga suportat kryesorë të Shabanit të PD. Oher Bashi ka një jetë që merret me numrat, që merret me fuqitë e lojës pazareve të votave. Dhe talli që kanë bërë këta, me Adriana Kalan, me Besim Drejgjoni, Marita Braj dhe gjithë tjerë, se s'po vjen emra. Është një tallje kështu qesharake publike, sepse qitë çastin që i dhan film Shabanit e bën avokat popullit, se nuk ka nevojë për votat e tyre. Dhe Rama, siç e tha dhe Ermieri, është kaq legjitim para çdo ndërkombëtari që një kryetar opozite, i parti opozitare, që ka marrë vota, jo kështu u kot. Koalicioni Nisma Shqipëria kishte 64.000 vota, jo 80 sa çgënjen Atletiku, se thotë të gjitha votat e pavlefshme në Shqipëri pas kanë qenë të Atletikut. Kupton? Pa ai ka se kjo është metoda e Revelia. Por sot një gënjeshtër 1000 herë, që kur ai ka marrë 80.000 vota, edhe beson dhe vetë pastaj. Jo, po. Dëgjoj, këtë kam pas gjithmonë dyshim me besën, apo se besoj vetë, apo janë thjesht charlatan mashtrues. Po nëse koncepti pra është që kjo loja që ata kanë bërë, ta dinë shqiptarët, me firmat e opozitës e ka bërë Shabanin avokatin më të fuqishëm në historinë e Shqipërisë, në avokatin e popullit. Pse? Sepse ka me vete gjithë komiteti LGBQ, zyrtarisht. Kanë mbledh firma Isa Myzyraj për të. Zyrtarisht në emër të komitetit LGBQ ka shkuar me mbledh firma si përfaqësues i tij, Shabanit. Ti e di çfarë është Isa Myzyraj, përfaqësues i komitetit LGBQ në media shqiptare. Kemi rastin e këtij, si quhet, partisë të Agroshet, e cila ka mbështetur mundësia. Siç mbështeti kandidatin e Sorosit, Ermal Asimja, mbështeti kandidatin e Sorosit, Edi Shabani, zyrtarisht hapur publikisht. Pra ne kemi se është një konsensus për një avokat popullit Sorosit që e ka bërë Berisha, e ka bërë grupi PD-s, Oerti, se duhet t'i përmend me emra Oertin, se ka qenë dhe avokati i Edrit në PD, se këtë duhet ta theksoj këtë gjë. Që ta kuptojnë gjithë njerëzit që Berisha dhe Rama i kanë bërë ca pazare që ne do të mësojmë këto ditë. Kjo duket ke Shabani, te mënyra se e kanë zgjedhur. Mënyra se si ata e kanë dhënë firmën Shabanit dhe bëjnë këtë lojë në kanë koce. Ka marrë fund kjo punë. Rama nuk ka arsye të mos e votojë Shabanin. E vetmi arsye të mos e votojë Rama Shabanin, dikush është ta mbyll. E vetmi arsye që Rama të mos e votojë Shabanin nesër për ta harxojë kandidaturë është që të ketë një pazar tjetër. Ata them mund të mbarohet. Për reformën zgjedhore apo për reformën territoriale apo për të dyja bashkë. Okej. Shiko, jo vetëm një të shkurtër për Altinin se e çoj premisën shumë bukur Altini me avokatën e familjes. Arsyeja praktike pse nesër mund mos votohet Edi Shabani dhe mund mos votohet dhe mund të bjerë, është që të vazhdoj të ribalanca se edhe i vite gjysi ngeli. Dhe unë e kam dëgjuar nëpër korridore këtë gjë, po le të ri. Pra mund të jetë ky pazar që janë prishur dy procese. Një ku duhet votojë Eraldi. Ky i dyti që në fund fare ballancës i ngel deri vite gjysmë nuk do merret me njëri me këtë punë. Pra nesër mos u çudisni që të fitojë Edi Shabani ose të prishet përfundimisht procesi dhe vazhdojmë të balancën. Nisim pa pjesën e tretë të emisionit, shkojmë në hapësirë publicitare dhe vazhdojmë me Real Dagën, pjesën e tretë.
Jemi rikthyer sërish së bashku, nderuar miq, për pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit, një emision të fokusuar totalisht tek avokati i popullit dhe mënyra se si politika shqiptare është diskredituar në fakt me këtë proces. Erald, duke qenë se je një nga aktorët kryesor të kësaj bashkë me Altinin patjetër, ti e shpjegove dhe unë edhe herë të përgëzoj për gjithçka që ke bërë, edhe faktin që ke çuar në gjykatë kushtetuese, sepse kjo jep seriozitet edhe personit tënd edhe procesit, patjetër. Por edhe çështjen e përgjigjes që ti e ke nxjerrë sot në rrjetet sociale, që ke marrë nga Komisioni i Venecias. Tani në fakt do doja të pyesja si e shikon ti perspektivën e këtij procesi. Unë e kuptoj shumë mirë që ti je nga ana legale, po du të kuptoj që parlamenti mund ta kalojë kandidatin e Sorosit, domethënë mund votohet? Po këto Dhe më thuj pak skenaret e mundshme, në rast se gjykata kushtetuese futet në lojë gjithmonë. Këta kur votuan Arta Markun, duke mos pas ish kryeprokurorin e përgjithshëm, duke mos pas edhe quorumin, ta mund të kalojnë çfarë do të gjëje. Patjetër. Pra unë jam pjesë e këtij procesi thjesht për të ndjekur rrugën ligjore, sepse besimi për të bërë avokati i popullit ishte kur ishte në atë proces që ishte jo partjak. Momentin që është bërë partjak, komplet pazar, unë nuk kam, por unë i kam ftuar palët që të përfundojnë një proces ligjor. Pra që institucioni i avokatit popullit mos siç po diskutohet sot, apo siç është diskutuar me këtë që është aktuale. Një proces komplet pazari, ku mbyllen dy lider dhe zgjedhin avokatin e popullit. Jam aty për të garantuar procesi, kam thënë me fjalë të thjeshta. Mbyll procesin, mbyll votimin, deri hape. Nuk ka kosto, më zero më kosto asgjë, thjesht që institucioni i avokatit popullit, personi që do zgjidhet, ka ardhur nga një procedurë ligjore, qoftë ky i pazarit politik ose jo. Nisma unë, Aulon, sinqerisht siç e thash edhe pak më para, mezi pres që të zgjidhet, sepse kam gati kallëzimin penal për të gjithë antarët e Komisionit Ligjeve dhe kryetarin e Komisionit Ligjeve. Sepse duhet të ndodhi për këtë komision e ke, për këtë të ligjeve. Po, këtë ligjeve, këtë që votuan që rihapën sipas këndvështrimit tim pa procedurë, duke thënë që kuvendi kjo është për shpërdorim detyre? Për shpërdorim detyre. Dhe mos ndërprerja e palishmërisë, sepse i kanë vënë ndjeni që po ndodh një proces i palishëm dhe ju duhet ta ndërprerni këtë proces, sepse ka një rasti i Ilir Metës kundra kuvendit, ku gjykata kushtetuese ka marrë vendim dhe ka thënë me vërtet është nisur shkarkimi nga legjislatura e 9 dhe po vijon me legjislaturën e 10. Por kuvendi është një, nuk janë deputetët firmtar. Se me këtë u mbrojt Ilir Meta në gjykatë kushtetuese, që i tha që shkarkimin ma kanë kërkuar deputet të legjislaturës kaluar dhe jo tanishme. Dhe gjykata kushtetuese marrë vendim, kuvendi është një. Dhe ja kam sjellë vëmendje edhe këtë moment, edhe këtë precedent gjykatës kushtetuese. Pra, precedenti vetë gjykatës kushtetuese. Vetë gjykatës kushtetuese. Tani nëse gjykata kushtetuese futet në lojë dhe ecën çështja në favorin tuaj, cili është skenari për avokatin e popullit? Skenari është që ky kandidat që do zgjidhet nesër nuk do jetë më kandidat, do filloj procedura aty ku është lënë, pra do shkoj emri për votim. Do të votohet pro ose kundër dhe pastaj nëse votohet kundër do të rihapet gara, do të ketë edhe një herë garë nga e para. Shumë interesante kjo. Shiko, Armir, se me ty do doja të trajtoja. Në rast se ne do kemi institucione vërtet serioze, ky është një moment, domethënë gur themeli gjykojnë për me kuptuar republikën që jetojmë. Pra, në rast se kemi gjykatë kushtetuese të përgjegjshme, sigurisht duhet ta anullojë gjithë procesin. Si e shikon ti këtë moment? Si çdo bëj gjykata kushtetuese janë disa sfida për gjykatën kushtetuese. Pra nuk është vetëm rasti i avokatit popullit, ka sfidën e madhe, ka me pranimin ose jo të vendimit të GKK-s ndaj zëvendës kryeministres. Pra gjykata kushtetuese është vënë në sprov. Problemi është se çfarë do bëj gjykata kushtetuese nuk mundet, meqë i kthejmë edhe një herë çështjes së krahasimit me trupin e njeriut. Ti nuk mund të thuash që ky ka mëlçit mirë, prandaj është i shëndosh. Ose ka zemrën e fortë, prandaj është i shëndosh. Nëse gjithë sistemi nuk funksionon, do të thotë trupi është i smur. Shqipëria është jo trupi i smur. Demokracia në Shqipëri është e degraduar, pra tranzicioni e ka vrarë
Dhe po kalbet, dhe kalbja e kësaj, dita që kalon, infekton shoqërinë. Çdo bëj gjykata kushtetuese, nuk ka rëndësi çdo bëj. Ja e zëm se zgjodhën dhe Eraldin. E zëm në një moment, ktheu mendja u zgjodh Eraldi. Po sistemi çdo bëj, do vazhdoj sistemi? A do t'i marrin sistemi të paktën të pandehur? Këta, pra që deputeti një herë mirë të kuptoj që është i përgjegjshëm, nuk është i përgjegjshëm për çfarë voton, por natyrisht është i përgjegjshëm për çfarë bën. Çfarë bën? Dhe është i përgjegjshëm për prishjen e ligjshmërisë. Se ka dhe një gjë tjetër. Filloi procedura në kohën e Eraldit dhe në kohën e Altinit, krehet normalisht që një deputet mund të jepte më shumë se për një person firma. Po. Tani ndron mes të ndeshjes, minutët 80, del arbitri thotë, jo, thotë, nuk është penalti kur zosh, atje se ndruam ne. Jo, thotë, secili do t'japi një firmë. Pra, në qoftë se nuk ndryshon gjithë sistemi, nuk kemi shpresë asgjë, edhe sikur nesër të anullohet procesi, për cilin unë ta dhash opsionin tim. Qoftë se anullohet nesër procesi, do thotë që pazari është vazhdoi ballanca deri në 2027. Edhe në qoftë se zgjidhet Shabani, edhe në qoftë se zgjidhet dhe Besim Drejgjoni, çka kujtoni se do bëj Besim Drejgjoni? Jo, më nuk kam iluzionin aty. Unë thash procesin. Tani puna e procesit. Neve sot po them, sot jemi këtu. Kemi marrë një element të kësaj demokracie. Patjetër. Dhe po themi, shikoni se si po sillet sistemi në mënyrë banditeske, se është kjo është jashtë shtetërore, është jashtë shtetërore. Do të bie edhe një argument tjetër që më pëlqen shumë për të thënë se si e ka diskutuar jo Erald Daga, jurist. Një person transgjinor ka qenë i ftuar në një emision dhe me përçmimin që meriton i tha komisionerit të diskriminimit. Që të ka marrë mandatet ati si e ma? Këto e këshu e kanë garantisuar shtetin shqiptar. Me institucione që s'janë me institucione, me institucione që nuk kryen funksionet e tyre, në mënyrë arbitrare dhe me pazare me këto që po flasim, që po ndodhin. Ne jemi duke thënë shqiptarëve, kjo është gjendja. Dhe mos na çani rasat kur na thoni, jo s'ka shpresë, ja pra ku keni shpresën. Janë 4 njerëz që ju japin shpresë. Ju doni shpresën, jo po prit se doktori është e ardhmja. Shkoni ke doktori. Po ma mos thoni, më dhën koka. Jeni të smur. Demokracia është e smur. Demokracia qelbet është infektuar. Shikoni se si është. Shikoni ata që e mbajnë këtë gjëra demokraci fasad. Shikoni se si sillen. Tek ligji që hyri në fuqi sot dhe që e nisa emisionin duke thënë 1 minutë eshtje se ka ndryshuar sistemi, jo për njerëzit me seksualitet ndryshe. Nuk janë ata problemi. Janë ata që përdoren për agenda për të ndryshuar komplet sjelljen e sistemit përfshirë të drejtësisë ndaj njeriut, ndaj individit. U hutua Partia Demokratike, e hyri votoi kundra, edhe doli pastaj mori pjesë në protestë organizuar. Nuk ka rëndësi. 36 deputet. 36. 14 nuk i pash. Nuk ka rëndësi. Rëndësi ka Dhe nuk pe kryesisht ata që janë në lojën e pazarit. Nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që hyn proces, votuan. Tashi nuk do hyn. Po pse s'do hyn? Pse s'do hyn? Pa pra, Që të më thonë që vjen desh. nuk deshën ne. Po mirë, po mirë zotri. Sali Berisha nuk i ka njohur zgjedhjet. Po njohur parlamentin. Nuk e njeh parlamentin, nuk i njeh zgjedhjet, nuk e njeh Ram narkoshtetin dhe Hajdutin, ndërkohë që hyn në një proces për avokatë e popullit. Si zgjidhet ky ekuacion? Ku është koherenca e gjithë kësaj politike? Këtë po i themi shqiptarëve. Se kush do zgjidhet nesër, nuk do zgjidhet nesër, ky nuk është fare problemi. Dakor, thjesht fola për procedurën. Altin, të njëjtën pyetje kam edhe për ty, po duke u nis nga edhe nga një premisë tjetër, përveç asaj që ka bërë Erald Daga, që ka shkuar në kushtetuese Komision Venecias, unë kam shkuar në SPAK për çështjen e votës, në gjykatë kushtetuese për me shfuqizuar një antikushtetues, për që ja pamundson kandidatëve hapjen e votave etj. Ç'është kjo republikë? Në të thëmë se dhe tash shkuam këtë pjesa e tretë, se dy pjesët e para ishin procedura, shkeljet e ligjit, tash shkojmë ke hallet e popullit. Po. Pra, Ky është thelbi. bukur. Avokati i popullit në standardin që po ndërtohet prej balancës që ishte një kandidaturë konsensuale e Sali Berishit dhe Lul Bashës, se kanë dhënë Lulit gjithë barkë. Është të dyve, këtë ta themi, e kam thënë që atëherë familjes Berisha dhe e Lul Bashë, avokati e pallatit Lulit dhe familjes Berisha. Kështu e kanë prezantuar gjithmonë atë personazh
do të kujtoj që ky personazh e ka kthyer zyrën e avokatit popullit në vendin ku i bëhet shantazh dëshmitarëve nga Revilia. Kthehemi pak. Ju e dini që në zyrën e saj është vend krim, dhe nuk kanë sekuestruar kamerat nga SPA. Po si është ky moment? Ne ta shpjegoj. Me Klodita Bushkën. Ta shpjegoj. Klotilda Bushka është e kallëzuar dhe është tashmë pjesë e procedimit penal për shkak se në zyrën e avokatës popullit, në një kurth të ngritur nga avokatja e popullit për punojësin e saj, i ka bërë shantazh për të falsifikuar firmat dhe faturat në favor të Ajola Zozës, punojëses së saj, të avokatës popullit. Dhe të saj goce i bën aq presion se ajo ka lënë në depresion dhe u zhduk fare. Avokatja e popullit është instrument i agjendës, se dua ta shpjegoj para. E dyta, ne kemi të bëjmë një agjendë popullimi në Shqipëri që ne të katërt paktën e kemi të lodhur vetëm duke stërthënë në dekad këtë gjë. Tani ku është çështja? Çështja është që avokati i popullit është mjeti kryesor i shpopullimit, e dini si? Duke i hequr mundësinë e diskreditimit të shpopullimit, duke i hequr mbrojtjen që i bëhet qytetarëve. Di çka ka ndodhur dhe sot në Durrës, që se ka trajtuar si temë. Dje dhe sot në Durrës, bashkia ka filluar të heqë të drejtën natyrale të ujit njerëzve, duke u hequr fuqiat nga terracat. Ta shpjegoj pak. Ky është e plan, me ka thënë Edi Rama. Do ja heqë Kur e gjithë. thoni nuk na besonin Orant, nuk na besonin. Në këtë zgjedhje unë jam marrë me këtë temë. Po sot ka akoma militantë Partisë Demokratike që nuk besojnë që deputetët kanë firmosur Edi Sherbani. Po pra, Pavarësisht se është zeza në bardhë. në këtë psikopati që ne jetojmë, në këtë si thosh turbullir të madhe, unë do të kujtoj njerëzve që me të heq fuqinë e ujit do thotë të prishin stilin 35 vjeçar të jetesës moderne, që është e drejta e ujit, me ula me ujë ngrohtë. Sepse në momentin që ai heq fuqinë, ti nuk do kesh më ujë, është e thjeshtë, apo jo? Dhe ti do kesh tash të lashën me ula me ujë të ngrohtë, do thosh me katruve prap. Do marrësh atë kazonin, do ta çosh tek soba, do ta ngrohësh, pastaj do marrësh katruve do lash. Avokatja e popullit duhet ishte prezent në këtë historinë e depozitave të ujit, administrimit banesave, sepse ka të bëjë me procedurën administrative dhe qytetarin, avokatja e popullit. Jo që se ka trajtuar kur këtë temë, po tani këto tema do të jenë, si thosh, të qarta për publikun, se si avokati i popullit nuk do ekzistojë më, si thosh, absolutisht si potencial korrigjues. Nuk ka ekzistuar 7 vjet do thotë dikush do mësuan. Po pra, po tani do përshkallëzohet agjenda e popullimit të Shqipërisë. Do duhesh një drejtë e morë një avokat populli që të ishte prezent në jetën e njerëzve. Dhe Erina Ballanca, sipas skenarit të Armirit, që vazhdon të jetë, po që se nuk bëhet Edi Sherbani. Është një nga skenarët e mundshëm. Po, pra, patjetër. po, në gjithë të logjike, është personi që zbaton agjendën Fondacionit Soros edhe të qeverisë Rama, e cila qartas është marrëveshje plot me Sali Berishën dhe me Lulbashën, sepse për të kujtuar çdo demokrati që na dëgjon, 3 gjëra do t'i kujtoj. E para, a keni dëgjuar ndonjëherë Lulbashën apo Sali Berishën në vitin 2017 deri në 2025, që thonë botë 8 vjet apo jo, i thonë 2 mandate qeverisë, të kenë thënë një gjysmë fjalë kundër për rolin të dobët të avokatës popullit të Shqipërisë. Të dobët po që, ai po mush administrator, po marr dobët. Asnjëherë, vetëm për kraje. E dyta, se i doli dhe skandali Bushkës edhe nuk foli PD-ja, kuptonti që ishte nga dosja Spakut, bashkëpunëtore në krim. E dyta, i kujtoj shqiptarëve që me avokatën e popullit tani me këto ligjet e reja të identitetit digjital, të agjendës së identitetit gjinor, etj. Do kenë një avokat populli si Shabani, i cili është përfaqësues si zyrtar i kësaj agjende sorosiane në Shqipëri. Pra edhe institucioni që do t'i mbronte, nuk do t'i mbrojë dot, sepse është i kundërta e tyre, është përfaqësues këtë gjë. E tretë do kujtoj shqiptarëve, ky modeli i kësaj opozite që zgjedh këto lloj njerëzish dhe bën këto lloj teatrosh, tregon se në këtë parti duhet të jesh çuni dikujt që është brenda rrethit familjar të kryetarit dhe të partisë, duhet të jesh dashnorja dikujt, duhet të jesh pjesë e tarafit të dikujt që të mhash diçka edhe ti në këtë rol që ka marrë opozitës departament qeveritar i opozitës, sepse nuk ka asnjë vend në këtë sistem të kapur politik për të pasur një vlerë politike demokratike. Sepse opozita e ka vrarë me kohë misionin demokratik që duhet të ketë një shoqëri. Kjo opozitë bën sikur është në luftë me sistemin dhe ju jep juve Edi Sherbanin duke u tallur me 6 kandidatë që s'duhet paragjykoj asnjërin. Në fund fare janë 6 kandidatë meritokracie sipas tyre dhe sipas rolit shoqëror të civilisë që ata kanë paraqititur. Dhe që kanë besuar në sistem dhe në ligj. Po absolutisht, unë mund të kem gjëra kundër sa të duaj sa jam zgjuar me disa nga këta s'është dikush, po jam në pozitë fair këtu. Ata në drejtën e Zotit për ta bërë. Por me kandidat. Po, sepse kur unë në vitin 2017 diskreditova procesin,
çdo gjë që bëra nga 2017 deri në 2025 vazhdojnë të tuf idiotësh brenda Partisë Demokratike që ti avokat shan PD se s'ka bërë avokat populli. Ndërkohë që do ishte idiotësi të më bënte. Që unë jam dëshmitar që ti se ke dash atë gjë. Po vetë ta doja, unë nuk jetoj në ëndra, nuk jetoj në Do jetë të dorëheqje. Altin, le ta themi sot pa humor fare që ti ke provokuar sistemin. Po absolutisht. Siç edhe Real Daga ka provokuar sistemin. As Real Daga nuk ishte shpresë për të bërë avokat i popullit. Duke ditë çfarë sistemi është. Por keni provokuar të dy sistemin dhe sot ato mbathjet që the ti, që ja keni heq, i kanë në kokë, po. Po edhe një gjë, mund të vë një pikë kësaj që ishe duke thënë ti, për të vënë titullin, gjithçka që the. Ky është establishmenti. Ç'është establishmenti? Është një grup aktorësh që luajnë role të ndryshme. Ju qani kur ju ikën lideri, gëzoni kur zihet lideri juaj dhe fiton me liderin atij tjetrit. Por këta janë të gjithë aktorë që marrin njëri tjetrin, e merr këtë person i cili e shan gjoja, po të çfarë ti bëj është me merit dhe e vendos këtu. Merr këtë shan këtë tjetrin, të cilin e heq nga kryetar bashkie dhe çon ambasador. Pra, ky është establishmenti. Establishmenti është një grup njerëzish, të cilët luajnë rolin dhe të mirë dhe të keqit dhe ju mbajnë në atë karrocën e cila vazhdon të shezën gremin dhe që jemi shumë afër të bërit bam. Vazhdon karroca, pa. Si tha njëri mirë nga këta të PD-s që u bë zyrtari PS-s në bashkinë, pushtet. Altin tha dhe ti tash tha. Po ti ke pa vetë se çfarë pazarësh të ndyra këta bëjnë. Pse që nga mundi keqi? Pra, moralizuan. Kur unë do isha thjesht një kokë preme, po nga këta se do japshin të buk një të tyre, familjes tyre merrte pozicion tjetër. Dhe ky është Kush ka thënë, jo prit. Kush e ka thënë këtë? S'tund me ta thonë. Jo, kush e ka thënë para këtij? Një farë George Soros, kur shkulte dhëmbët e brejve të ekzekutuar nga nazistët, thoshte po dikush do ta bëj këtë. Dikush ta bëj. Koncepti pra është që po ta kapësh gjithë të fabulën, mund të kujtoj gjë rastin e Olion Kalas. Si do ta kujtoj ajo? Këto dato që bën Berisha, jo ja dham, jo sa dham firma, po dhe nuk e di. E unë nxevëm do ikim. Mund kujtoni historinë e Olionit në KQZ, kur po bënte procesin e ankimit. Randa Korçi do ja numëroshin kutit apo u hapën kutit. Pa që po vazhdoi të shkonte favor të Olonit, po ndryshonte rradha, po fillonte trendi se ishin kaq kuti me kaq, po ti bëje me shumësimin e gjithë kutive. Aulon ditë deputet, ai të binte i familjes Berisha. Dhe çfarë bën? Ndërpren procesin në çastin që e pan, por ama bën si Pons Pilati, jo, nuk kështu. Pra ata bëjnë Pons Pilati, lajn duart, po në thel janë pash në pazar. Sepse po ta kapësh gjithë teatrin e gjithë tyre që ne shohim, është ajo që theti establishmenti. Establishmenti ç'është? Janë këta që kanë gjën dhe kanë marrë role. Tani Berisha, a ka mundësi të bëhet kryeministër sipas Berishës nuk bëhet dot për shkaqe të ndryshme. Nuk po ju. Po dhe pse do bëhet? Po jo. Më fal, njëti pushtet e ka edhe në opozitë. Po ka Berishës. Atëherë ç'do të bëjmë? Unë do bëj një palë zgjedhje 11 maj, që unë të marr kontroll opozitën. Që mund të paktën të kemë garantuar dhe të kemë çat negocioj me Rama për reformën zgjedhore, që të garantojë dhe 4 vjet të tjera me reformën zgjedhore Senatin, ku të bëjmë senatori, të garantojë një proces përqindje shpërndarje demografike që të mos ketë parti të vogla, pra prap Berisha të caktojë se kush do të lista, dhe në këtë sfaz pse duhet ta habitet njëri Predi Shabani. Është pjesë e këtij sistemi, gjithë mekanizmi. Pra shqiptarët duhet fillojnë të ta kuptojnë. Nuk është puna e avokatit të popullit, as ka Altina, as ka Eraldi, as ka kush tjetër. Është puna tek sistemi që ka ditën e shfaqjes publike në një spektakël që nesër fillon, nuk e di më mbaron nesër, por që ajo që do bëj Eraldi për mendimin tim, dhe kohë të na vërtetoj, do të jetë vetëm një aksion i rezistencës qytetare, ligjore, rezistencës të normalitetit, rezistencës kundër establishmentit, që do të jetë paditërisht kushtetuese, sepse pozicioni i diskredituar këtij avokatit të popullit të nxjerrë nga këto lloj pazarësh do të ketë si thosh konsensus publik ndaj Eradit si kandidat për avokat e popullit, që në fund fare çdo vendimi të marrë gjykata kushtetuese, njerëzit do kuptojnë sistemin, por mbi të gjitha edhe Eraldi do të jetë para popullit shqiptar si i vetmi që po lufton juridikisht brenda cilësisë së sistemit të kandidimit, pasi vetëm ky ka argumente kushtetuese në këtë proces për shkak se të tjerët nuk kanë argumente kushtetuese, ja futin një proces paligjshëm, siç u futën dhe atëherë, dhe unë besoj që kjo do të sjellë në Shqipëri, kjo rast i Eraldit, precedentin e diskreditimit të pazareve të ndyra PS. Më fal, të vë dhe një titull kësaj tjetrës. Shikoni mënyrën se si u zgjodh balanca dhe mënyrën se si po shkojnë zgjedhjet tash për të parë parasysh degenerimin
Absolut. Balanca, pavarësisht se doli nga çadra, pavarësisht se doli nga një marrëveshje e 17 majit, si thot Altini, edhe ju se thot Altini, por ky është fakt. Nga ajo marrëveshje ka dalë dhe avokati e popullit, por në mënyrë krejt të moralshme dhe krejt politike, Lul Basha tha, kjo është përfaqësuesja jonë. Zgjoll. Ndërsa neve kemi, para 6 muajsh, kishin këta që kandiduan. Pastaj doli Berisha tha kemi këtë, pastaj doli tha kemi këta, pastaj doli tha s'kemi asnjë. E kuptoni se si është çfarë degenerimi ka sistemi? Po ka sepse më pëlqen shumë dhe dua të fraza ka pas dashur që kur kam qenë në zonës të Macbethit. Çdo punë e nisur me të keq përfundon me të keq e me dreq. Në qoftë se gjërat nuk nisen nga e mira dhe nga parimi, absolutisht le të shkojnë mirë do të përfundojnë keq. Okej. Kjo është demokracia shqiptare. Ka nisur me të keq, po përfundon me dreq. Unë besoj që ky duhet të jetë mesazhi i fundit për mbylljen e këtij emisionit. Falenderoj Ermir për notat macbethiane që i the emisionit në fund. Edhe Shakespeareane, patjetër, se fola për personazhin. Altin, faleminderit. Është kënaqësi që isha sot në këtë temë, se Po, sepse unë besoj që sot kemi çmontu, domethënë, dhe i kemi dhënë për me kuptu njerëzve se çfarë po ndodh. Faleminderit Erel. Faleminderit, do vazhdojmë luftën. Po patjetër, nga lufta vjen te lufta shkojmë, Se këta të dy, më fal, po mundet, këta të dy persona këtu, Eraldi dhe Auloni, janë dy persona që kanë hyrë në luftë juridike me sistemin. Dhe nëse ka një nivel të lartë të luftës politike dhe juridike janë këta të dy. Aulon Kalaja për krim zgjedhor, ndërkohë që Erald Daga për krim parlamentar. edhe krim përfaqësimi mbi gjithë. Eksakt. Okej, ndërkohë du t'ju njoftoj nderuar miq që nesër në orën 2 unë do të jem në gjyq me Erion Veliajn, i cili ka paditur për shpifje. Gjyqi do jetë në themel, pra do të shqyrtohen të gjitha pretendimet. Unë nuk tërhiqem nga asnjë pretendim. Do t'ju njoftoj nesër se si do shkoj seanca. Nesër në orën 2 është një seancë fantastike. Unë do doja ta ftoja atë njeri në gjykat, edhe të vinte të përballej si burri me, domethënë, kjo është pika. Dhe do doja që ta ndesheshim, domethënë, në gjykat, sigurisht me argumenta. Unë kam bërë 800 faqe prova, 56 DVD dhe uroj me seriozitetin më të madh që të hapen në gjykat gjithçka që unë kam nxjerrë. Ndërkohë, ju rikujtoj që ky emision ritransmetohet dhe nesër në orën 14:30 minuta dhe në fundjavë. Përpara se ta mbyll, do doja t'ju ftoja për të ndjekur një kronikë të shkurtër se si ka degraduar një nga rrugët e një fshati të famshëm, do të thënë për Lixhat, bëhet fjalë për fshatin Bilaj në njësinë administrative Bupq në bashkinë e Krujës. Mënyra se si është shkatruar rruga dhe banorët në gjithë gjatësinë e saj nuk i mbetet gjë tjetër vetëm me prish makinat. Pra i bëjnë shërbimet e makinave një herë në muaj për shkak se rruga është në mënyrë katastrofë. Ta ndjekim të kronikë dhe nga unë Aulon Kalaja, natë në mirë. Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në fshatin Bilaj, në rrugën kryesore, në njësinë administrative Bupq. Është një nga fshatrat më të persekutuar të kësaj zone, sepse ka vite e vite që rruga është në këtë lloj forme. Është një pjesë me asfalt dhe një pjesë pa asfalt. Pra, një korsi me asfalt dhe një korsi pa asfalt. Shikojmë në gjithë gjatësinë e saj faktikisht. Këtu jemi në krye të rrugës, po të futemi edhe në brendësi të fshatit apo në rrugën fundore të saj është në këtë lloj forme. Makinat e tonazhit rënd e kanë shkatruar, ndërkohë që rruga tjetër po ndërtohet dhe askush nuk ka pyetur për këta banor. Çdo ditë ata e bëjnë rrugën dhe i amortizohet makina dhe nga ana tjetër kemi një papërgjegjshmëri fare të qeverisë. Unë kam marrë informacion dhe kjo është një rrugë që futet tek rrugët nacionale, që nuk është në varësi të bashkisë, por është në varësi të qeverisë. Gjithsesi, kjo nuk ka as pak rëndësi, po të kthehemi edhe nga ana tjetër e rrugës, shikojmë. Këtë lloj forme është. Në kohë shirash sigurisht që kalimi këtu bëhet edhe më i vështirë, prandaj do i bëj thirrje qeverisë shqiptare që ta shikojë Bilajin dhe t'ia shtrojë rrugën minimalisht. Është një kërkesë legjitime dhe minimaliste. Pra të shtrohet kjo lloj rruge siç ka qenë.